Mirë se vi në Tradecast Albania, unë jam Henry, jam këtu me Kleo, përshëndetje Kleo. Përshëndetje. Ka qenë një javë interesante, një javë ku kemi pasur një pauzë të relit, të shtyrit të çmimeve nga sektori i AIs në stocks, sektori teknologji ka rënë goxha dhe do të diskutojmë këtë pjesë. Gjithashtu kemi pasur goldin që është rikuperuar pak, duke qenë që bondet 10 vjeçare amerikane kanë pesuar një zbutje dhe dollari ka pesuar një zbutje dhe kripto ka rënë dhe më thellë, kështu që kemi shumë gjëra për të diskutuar dhe besoj që do jetë një episod interesant me këto temat dhe me këto le të themi struktura që janë thyer tani në tregje. Të flasim ja për gjërat fundamentale, pastaj do mbulojmë dhe gjërat teknikale, duke zbërthyer çdo treg në detaje, aksionet, kriptot dhe madhrat, përfshin këtu dhe floririn. Kleo, si ka shku kjo javë për ty? Javë pa lajme ekonomike, sepse kemi pas mbylljen e Shtetit Amerikan, por lajmi kryesor ekonomik është hapja, votimi që u bë për hapjen e shtetit dhe u miratua dhe nga vetë presidenti Trump. Asnjë reagim në kripto, fliteshe që mund të iknin long, pasi kapitali mund kalonte në burimet të pak të rrezikshme siç janë kriptot, por asnjë reagim deri tani. Edhe shpresojmë shumë që kjo javë që vjen sjellë një rritje, pasi të gjithë të presen edhe ashtu po flitet nga lajmet ekonomike. Pastaj çfarë shikoj unë nga analiza teknike, diçka e kundërt në kripto, por shikojmë se formimi i çmimeve nuk është se më jep edhe shumë shpresë që do të jemi një long flasim fuqishëm. Edhe afat gjatë, besoj se mund ta kemi këtë long deri në një çmim që Bitcoini arriti 125.000 dhe pastaj të vijë ajo shitja finale. Këto kanë qenë nga lajmet ekonomike, ky është lajmi ekonomik më kryesor. Nuk është se kemi pas lajme të tjera ekonomike, me çfarë kam lexuar unë flas tek lajmet e Shtetit Amerikan. Po, ke shumë drejt. Lajmet ekonomike janë vërë në pauzë. Dhe kjo ndoshta ka sjellë edhe uljen e sektorit teknologjik, sepse duke qenë që nuk kemi qartësi se si po ecet ekonomia, e ka bërë tregun më të ndjeshëm. Dhe nuk duan tregtarët të rrezikojnë në këtë situatë, sepse kemi qenë te çmime më të larta historike të gjithë industritë. Heqim këtu me janë kripton që ka qenë në rënje këto 2 muaj, 1 muaj e gjys, por US 500, 500 kompani më të mëdha amerikane, Nasdaqu ka qenë në çmime më të larta historike. Dhe kemi parë këtë zbutjen edhe këtë ulje të industrive. Unë mendoj se mulova te kanali im anglisht, prandaj të gjithë nëse ju të ikni shikoni, kam muluar diçka që kam thënë, duke qenë që lajmet tani janë vënë një pauzë, do të dalin të gjitha ndoshta njëkohësisht, mund të sjellë një volum të jashtëzakonshëm shumë të lartë, një kërkesë shumë të lartë, po që dalin pozitive, po dorë negative mund të sjellë edhe një shitje shumë të fuqishme në tregjet financiare. Kjo është një gjë që ne do ta shikojmë me kujdes, sepse janë shtyr lajmet dhe impakti do ndihet më shumë, se kemi tani PPI data, kemi dhe informacionet e inflacionit dhe kemi informacionet për punësimin që u shtyn javën e kaluar. Kështu që kemi 2 gjëra shumë të rëndësishme për gjendjen ekonomike amerikane. Këtë javë që do vi, mendoj që është javë më e rëndësishme. Unë e kam ndarë te Telegrami dhe te mediat sociale që kam thënë që 19 nëntori plus minus 1 deri në 2 ditë, dhe mund të jetë 2 ditë më përpara, 2 ditë më mrapa, do jetë vendimtare për tregjet financiare. Dhe kjo lidhet me 2 ngjarje kryesore, një që është FOMC minutes, minutat e Bankës Qendrore Amerikane, dhe një tjetër që është raportimi të ardhurat të Nvidias. Ti Kleo, si shikon javën që do vi në anën ekonomike? Do jetë, siç e the ti, do jetë një javë ngjeshur.
më shumë e shikoj për do të ketë pak volatilitet çmimet, flas në S&P 500, por ta thash edhe dje, mbrëm darkë, nuk e di a ke lexuar mesazhin në Discord tek chati jon privat, që unë shikoj më shumë për short të javë që do vi, se sa për long. Pak edhe intuitive, mendimi im, nuk është se duhet ndikoheni nga kjo gjë, pasi unë bazohem gjithmonë mund ndryshoj skenari nga momenti në moment, nga dita në ditë, nga ora në orë, varet. Por mendimi im ky është, domethënë e shikoj pak edhe më të thellë çmimin në S&P 500, ose të paktën i duhet edhe një ulje pak më e thellë, pasi të kemi edhe një val të fundit përpara përfundimit të vitit, që besoj do vi, dhe pastaj dhjetori do jetë, nga mezi i dhjetorit e mbrapa do të jetë pak edhe më riski, pasi është fund viti, tregtarët dalin zakonisht edhe janë këto problemet e tjera. Po. Edhe kemi pasur një lajm tjetër që ka rënë përqindja për uljen e normave të interesit. Nga, nuk e di, mos gaboj në përqindje, nuk po i them përqindjen saktë, apo ka qenë një përqindje më e lartë që do uleshin normat e interesit, dhe tani ka rënë poshtë me diku te 50 pikë, që ndoshta edhe nuk mund bie, domethënë është bërë 50-50 që do ulen normat apo nuk do ulen. Po, kanë dyshime tregtarët, kurse para 2-3 javësh ishin të sigurt që do kishte jo vetëm do kishte ulje në nëntor, në dhjetor dhe shumë muaj me radhë do kishte ulje normave interesit. Ka rënë. Po shikoj disa skenare edhe në kripto, ku shumica po flitet që mbyllja e shtetit amerikan edhe hapja e shtetit amerikan 5 ditë mbrapa, një javë mbrapa, ka sjell rritje duke krahasuar me disa vite më parë. Por gjithçka është ndryshe tani, nuk është se duhet të bazohemi domethënë tek këto gjëra, pasi po thuaj se gjatë gjithë vitit 2025 të krahasime janë bërë me vitin 2021, njëjti formim grafikësh, bullrun dhe ja ku jemi sot. Por do të shikojmë si do të vi. Ka qenë një treg shumë i vështirë dhe besoj dëgjuesit shumica mund të jenë ndjekur ose kanë hasur shumë vështirësi në këtë industri këtë vit, sepse kemi pasur një situatë me volatilitet të jashtëzakonshëm, kemi pasur situata të papritura që dalin të dielën nga Trumpi me një lajm edhe ulgje tregun, jo vetëm në kripto por edhe në aksione. Kemi pasur Black Swan events që kanë ndodhur me AI në Kinës që kanë dalur, tarifa pafund. Edhe ka krijuar një situatë shumë të komplikuar derisa dhe Michael Berry i Big Shortit, një nga filmat më të famshëm për tregtimin, që ka kapur rënjën e tregjeve në 2008-ën, e ka mbyll fondin e vet, ose është në proces për ta mbyllur fondin në fund të vitit, sepse thot fjalë për fjalë ka thënë që është një treg që nuk është i paparashikueshëm më dhe nuk ka logjik. Edhe me sa duket ka shumë vështirësi edhe ai në menaxhimin e fondeve në këtë lloj tregu. Po, mund të jetë pak edhe çështje politike, ndoshta ndonjë që mund të ketë Michael me presidentin Trump, pasi ai njihet, domethënë është një ndër më të famshëm traders në botë, pikërisht për vitin 2008 në Big Short. Edhe mund të jetë pak edhe politike, mendoj unë, mendimi im, mund të jetë që ka thënë tregi pa parashikueshëm, besoj se është direkt mesazh për Trumpin. Sepse ai bën, domethënë ai ka bërë gjitha këto paparashikimet këtë vit. Një fjalë atij dhe ka ndryshuar komplet çmimin ose komplet tregun. Po, ashtu është. Dohet më lë pak tregun e aksioneve, disa gjëra që unë pash ishte që ose të flasim për ta statistika më mirë ti ndaj këtu me ca artikull më mirë që ti shikojmë, se kam shënuar ca artikull që ti diskutoshim një nga një. I pari këtu është që Nasdaqu ka pasur javën më të keqe që në prill. Dhe ne e dim se çfarë ka ndodhur në prill, arsyeja kryesore ka qenë që kemi pasur frikën e AIs. I gjë që duhet shtoj këtu te AI, Cleo, besoj që ti e di, po për dëgjuesit më shumë, është që Nvidia i jep borxh ose investon te OpenAI për shembull, ka investuar te disa kompani të tjera. OpenAI i ChatGPT-s ikën dhe blen microchipet te Nvidia. Edhe është pak a shumë një shitje falso që del në balancin
e Nvidias në fund të 3 mujoshit ose të fund të vitit, dhe pak a shumë po bëhet si tip mashtrimi në treg, duke qarkulluar kapitalin nëpërmjet njëri tjetrit. I rritet kapitali OpenAI e përdor atë kapital duke dhënë Nvidia OpenAI e jep Nvidias dhe i rritet balanci ose shitjet që i dalin te shifrat zyrtare. Kjo rrit vlerën e aksioneve, po në një mënyrë artificiale, sepse ka përdor parën e vet Nvidia për të blerë qipat e vet OpenAI. Edhe po bëhet le të themi një situatë pak që mund të jetë ngjashme me 2000-shin, që ishte dot-com bubble, ku pam kompani që bëbëshin këto lloj manovra dhe atëherë për të rritur vlerësimet e kompanive dhe për të patur një eufori të madhe të tregut. Performanca e tregut, pam sektorin e teknologjisë, do të jetë tu diku, që ka rënë 5.7% vetëm këtë javë, një rënje goxha e madhe për këtë sektor. Kjo ka tërhequr gjithë tregun për poshtë, dhe do të kemi këtë në vëzhgim për mendimin tim si sektor, sepse kjo ka qenë arsye pse e shërritur tregu në përgjithësi. Në momentin që ky sektor themi thyn strukturat të thella, sidomos Palantir, Nvidia, atë mund të kemi një rënje të papritur, se rënje të thellë që përmendet ti, Kleo, pak më parë. Ti si e shikon si sektor teknologjinë, si të duket nga ana jote? Po, sektor për mendimin tim është në rritje teknologjia, duke pas të zhvillimet e fundit që dalin edhe nga kompanitë kanë konkurrencë me njëra tjetrën, kush e kush të ketë teknologjinë më të avancuar dhe të prodhojë më shumë. Por për momentin mund të jetë një, edhe në përgjithësi tregut, mendoj unë, se thash edhe që parë, që mund t'i duhet një ulje, edhe pastaj të kemi edhe një val finale deri në fund vitit, sepse nuk, me çfarë shikoj unë, nuk mund të shkoj dhe më, ose të shkoj akoma më lart pa testuar disa zona, përfshirë të gjithë sektorët të përgjithshëm. Ke shumë drejtë, duhet më shumë ndoshta ulje normale, më shumë mund përqendrohet kalimi i kapitalit të sektorët e healthcare, zakonisht kur tregtarët duan më shumë siguri, kalojnë kapitalin nëpër sektorët e healthcare se duken më të sigurta. Po. Dhe ja ku e kemi këtu javën e kaluar, si ka performuar healthcare, rritje 0.5%, energjia 0.9%, që është nafta. Këto janë dy sektorë tani që po shikojmë ciklim të këto. Unë tregtova sektorin e siguracioneve dhe ai si sektor e ecën, po ajo hyn më shumë te shërbimet kryesore që gjithmonë do kenë kërkesë. Situata e papritur që ka ndodhur, për shembull, kjo situata ka sjellur shitje të mëdha. BA, British Airways, ka pasur një rënje shumë të thellë. Ky është një artikull që më lën këtë shitje të thellë të British Airways. Edhe kaq nga ana e aksioneve. Unë personalisht do shikoj teknologjinë, edhe do shikoj se si do reagoj bonde 10 vjeçare edhe me dollarin, si do lëvizin, ku do lëvizi kapitali. Majsa kam parë una, energjia, floriri, edhe kem parë healthcare që e përmendi edhe Kleo, që po hyn, po qarkullon kapitali aty, që janë shenja fillestare, por nuk janë thyrë strukturët e teknologjisë akoma 100%. Do të kemi shumë kujdes që të hymë short që tani. Do të jemi në situatë që po bëhet gati shorti, por edhe mund të jetë edhe një falso që mund të stabilizohet shumë shpejt. AI, këtë javë ishte kryesorja, prandaj e kam përmendur 19 nëntori plus minus 1-2 ditë, dhe do jetë një situatë që do vendoset me liderët e tregut të teknologjisë, me Nvidia dhe me të tjerët,
ku do eci tregu ose si do eci tregu. Kleo, për Floririn, ti e ke trajtuar këto kohë të fundit, si e shikon, ku e shikon, mendon që do rritë akoma, mendon që do vazhdoj konsolidimin, si e shikon nga ana jote, sepse do të mbuloj pak në diskutim Floririn dhe pastaj do mbulojm pak fare kripton, situatën që jemi në kripto. Floririn unë kam trajtuar dje, premte po dje ishte, një lëvizje në mëngjes, e cila na ka dhënë e kemi diskutuar edhe bashk, e dërgova edhe në Telegram, domethënë si provë, treguam të shortin deri në një zonë të sigurt, edhe unë mendoja se do thitheshe tek 4100 do kishte atë supportin e madh, edhe po mendoja që të blej ajo zonë, e kisha lujt short edhe po mendoja të blej ajo zonë, po e lash, edhe kemi pas atë supportin te 4050 diçka e tillë dhe pastaj është thith çmimi. Por ulje që mendoj që priteshe tek Floriri, manipulim i bukur për gjithë tregtarët, pasi si e shikoj unë tani logjikisht, çmimi para një muaj priteshe që të shkonte te 5000, ka futur në lojë shumë tregtar. Gjithë te 5000 e përmenda dhe javën e parë te podcasti ku kam pas shumë mesazhe që më thonin njerëz që kanë humbur lek nga kjo gjë. Ka ardhur kjo ulja deri tek zona 3900 që ne e kemi luajtur, e kemi parashikuar, shumë i bler Floriri, duhesh ajo ulje, pastaj një ngritje, flas duke parë editori, gjithmonë te time frame të editorit, një ngritje dhe ka futur në lojë disa lojtarë të tjerë, sepse ka thyer disa zona kyçe, ku unë mendoj që në ato zona pritesh të vinte vrulli, dhe mendoj se janë futur në lojë shumë lojtarë të tjerë për të shkuar prapë tek 5000, se ka shku 4250 dhe ka pas këtë uljen tjetër tani, duke testuar edhe një herë zonën 4000. Tash mendoj që po nuk mbajti tek çmimi 4050, mund vi edhe një herë tek çmimi që ka qenë 3900, edhe pastaj të kemi edhe rritjen finale që mund kapi edhe më lart. Nëse do formohet çmimi për pasi val tjetër long. Por gjithsesi ne kemi trajtuar si long, si short, është mirë Floriri, ka dhënë profite të mira këtë javë, po ashtu edhe për Armandon, ne përshëndesim që është ideal që e luajmë Floririn bashk. Edhe kështu, mendimi ka qenë i mirë. Se ti, unë duke të thash që ishe sigurt ai shortit në dje dhe ra për 2-3 ora të zona. Dhe unë se dje që kishe për shpërndatit e Telegram, se s'kam qenë Telegram, kam qenë pak i përkushtuar mesazheret e tjera. Unë e shpërndava se ishte që ti e shkruaj dhe the sigurt deri te ky çmim dhe ashtu vajti. Po. Edhe unë me thënë drejtën nuk e analizova fare, se nuk isha dhe në lëvizje, thjesht i hapa pozicionet short të gjitha brokerat që kam, të gjitha pa përjashtim edhe lash, pastaj nuk e pash, vetëm po shikoja atë uljen. Pak i kish hyrë edhe në silver short, se silveri ishte edhe më mirë se ishte 0.7% plus, ku që fitova edhe në silver më shumë, pasi vajti shumë minus. Edhe çova te grupi thjesht për transparencë që ishte diçka e bukur, do të thënë se qelloi kështu punë 1 orë, iku tregu short direkt. Direkt. Dhe nga ana ime pse ishe sigurt që jo vetëm nga ana teknikale, por dhe ku po flasim për ku pam një situatë që tregu i përgjithshëm po binte, tregu i aksioneve, i rrezikut, por gjithashtu po binte edhe dollari dhe bondi 10 vjeçar. Dukesh si një moment që do krijohet një falco në Flori, sepse shumica tregtarëve do mendoshin që do shkonte long. Kupton? Po ishte pak e shumë e blerë të ana teknikale, do bëshin atë falco që e bën edhe ashtu ndodhi situata. Po, ata thjesht kanë dashur institucionet fusin në lojë më shumë tregtarëve long për të kap atë çmimin tek 5000, po, organizat. Edhe u bëjo likuidimi tjetër, besoj se kanë dalë shumë veta nga loja përderisa u shit ai shpejt. Dhe tani ndoshta në konsolidim këtë javë dhe pastaj mund të shkoj prap long. Mendoj që mund ta bëj atë ulën pak më thellë.
duket sikur gjithë rregu mund të ulet ose ç'a mund të ndodhi. Ulet tani floriri vet duke u rritur asetet më të rrezikshme. Kështu që po bëjnë ca ciklime për të gjutur, le themi, për t'i pre njerëzit, për t'i çanë njerëzit me tregtime të papritura. Kjo ka qenë një nga arsyet pse unë kam qenë cash ndola nga kripto komplet, kam qenë cash te kriptot kryesore, kam qenë gjithashtu hyra edhe në cash në aksione komplet. Edhe po pres tani tregun që të qartësohet, mos rrit merrem me lëvizje false poshtë lart. Ato poshtë lart po i trajtojmë veç me accounted day trading dhe forexi që shumë shpejt do hapet dhe grupi jon ose një nën grup te Discordi që do jetë për forexin dhe do ofrohet si shërbim kjo sepse jemi marr anash pa zhurmë duke ndërtuar këtë gjë për ju. Unë kam padur disa kontakte dje në Telegram nga lajmërimi që bërë për grupin e Forex që do të hapet. Thjesht përshqyrtohen provat nga një grup profesionistës që do e ndërtojnë këtë grupin e Forex, pasi dhe ne duam që çdo gjë të jetë transparente, të jetë e besueshme dhe fitimprurse. Thjesht janë mbledhur provat, më thëmë që çdo gjë është okay dhe besoj se para vitit të ri do të jetë gati ose ndoshta edhe këtë muaj, nuk jam i sigurt. Jemi në proces që ta ndërtojmë si shërbim shtesë te komuniteti jonë dhe besoj që do eci shumë sepse shikoj që ti, Armando dhe ideali tjetër nuk e di, ndoshta do të jetë privat, s'po përmend emrin. Dhe unë gjithashtu kemi kapur ca momente perfekte si Goldi që përmendëm, edhe do kemi mundësi të mjaftueshme që dhe ju të përfitoni gjatë javë. Unë nuk e traktoj shumë me day trading, po ku gjeni mundësi të artë si puna asaj që i thash çunave që Golden e keni short të sigurt deri kjo zonë, e shpërndaj, e jap çunave dhe trajtojnë ato do t'i shpërndajnë në komunitet. Dhe do bëhet të themi më shumë shpërndarje e ekipit ton se sa individuale. Okej. Për kripton, patëm një shkatrim të zonës 100.000, një zonë psikologjike. Si e shikon kripton, Kleo? Nga ana fundamentale po flasim. 90.000. 90.000. Duke si 90.000. Aty duan, shkoj aty do blej pastaj. Unë mendoj që ka qenë shumë pjesa e options që ta heqim të screen share tani një sekond. Ka qenë më shumë pjesa e options që e ka detyruar tregun të likuidohet, aty ke pasur shumë njerëz që kanë blerë në ato zona me kontrata për mundësi për ta blerë Bitcoinin në çmime më të lartë, për shembull kur shkon në një çmim më të lartë, edhe ideja është që ti skadojnë dhe ti likuidojnë këto persona plus ato që janë me leverage që kanë hyrë te zona 100.000. Ethereum për mendimin tim ka qenë më qëndrueshme nga gjitha. Vazhdon të 3.000, mbi 3.000, po tregohet e fort. Nuk është që është e keqe për momentin. Bitcoini ka shkuar te 96, po bën tani një lëvizje për lart, mendoj lëvizje mund të jetë 1, 2, 3 ditë lëvizje për lart dhe mund të gjetë rezistencë, pastaj shkoj për poshtë në 90, do ta diskutojmë te pjesa teknikale, po. Fare. Po që Kleo ka ndonjë mendim tjetër nga ande fundamentale do ishte mirë. Si e shikon tregun e kriptos në përgjithësi tani? Pëlqen apo e ke lënë në mazdore? Kripto është e ardhmja, është bërë dhe takimi summiti që është bërë në Amerikë nga djali presidentit Trump, Eric Trump, cili ka thënë që gjithë duhet të investojnë në kripto, pasi është e ardhmja. Po jo pa u likuiduar herë keq nga institucionet dhe nga individët më kryesor, më fuqishëm në industri. Investitorët duhet kuptojnë diçka, tregtarët, përfshirë edhe mua dhe ty, edhe neve bashkë, që kuj do ja marrim këto lek? A do ja marrim familjes Trump, do konkurrojmë Trumpin, do konkurrojmë institucionet, kuj do ja marrim këto para? Këta duhet kuptojnë. Po, eksakt. Edhe synimi im ka qenë gjithmonë që shqiptarët bëhen të aftë që t'ja marrin shpirtin
të nxjerrim prej hunde çdo gjë që do bën institucione kundër teje. Shpresoj me informacion që ne kemi këtu te podcastit, ju kemi ndihmuar që mos bini prej manipulimeve. Edhe sot ka thënë dikush që çuditet që unë i them që jam cash, kam 1 muaj e gjysmë, që dallin 22 shtator, që jam cash. I them që keni kujdes të shkojtë këto zonë dhe prap antarët e grupit të Telegramit mblen. Ja jap edhe strukturat dhe mënyra se si do lëvizi. Prap keni dëshirë të bleni dhe të marrni të keni kriptot, altcoinsat, sidomos altcoinsat tjerë, më çudit sepse Bitcoin e kuptoi në një farë pjesë, Bitcoinin, Ethereum, që janë pjesë. Duhen tregtuar. Edhe unë i kam tregtuar short, long, domethënë kam bërë disa day trading, po pa humbje. Pa humbje, por në alts me humbje. Po. Alts ka qenë të muajin e fundit mund të kem tregtuar altcoin diku te 5-6 herë edhe me humbje. Po, dhe ka qenë altcoins është vështirë edhe po që doni të bëni buy and hold është pa logjikshme për mendimin tim, por secili e di vet është një gjë shumë e thjeshtë, duhet humbi dikush para në treg që të fitojmë në të tjerët. Kështu që vazhdoni çuna dhe vajza me humbjet sepse Trumpi të tjerët duan të ushqehen, gjithashtu dhe tregtarët që hyn te top 5% që duan të ushqehen dhe është okay. Zona, për mendimin tim tani kemi zona të tjera që do t'i mulojmë te analizat teknikale. Për mendimin tim fillojmë mirë me Bitcoinin. Fillojmë mirë me kripton. E para do jetë ose i pari do jetë Bitcoini dhe pastaj do mulojmë të tjerat. Unë kam pritur që kjo zonë të mante dhe kam thënë disa herë që po u thu kjo tani do jemi me probabilitet shumë të lartë që shkojmë te 90-a. Përveçsisht këtu, te 90 deri te 88-a shkon. Thellësia le të themi ajo hija që mund të bëj. Kemi deri këtu. Okay? Dhe longu për mua ka qenë bouncy, dhe do të bënte bounce dhe ndërtim strukture. Këtu për shembull do ishte double bottom, po unë doja që të bënte testim të vizës të trendit këtu. Aktualisht, dhe atë rezistonte ose të mbante. Aja nuk ka thy fare, nuk ka shty deri aty. Arsyet kryesore janë ato fundamentale, lajmi që nuk kanë dalur ekonomike, dhe arsyet e tjera, le themi, jo shutdowni dhe situata të tjera që janë krijuar. Dhe tregu i përgjithshëm që është shitur me bonde që patën një farë rritje, dollari një farë rritje dhe shaktoi këtë shitje këto 4 ditë të fundit. Tani këtu ku jemi është e logjikshme që do shkoj prapë te 100. Këtë e keni pak a shumë të sigurt. Se s'do të them të sigurt se atëherë Kleo vetëm hap pozicionet pa shiku prapë si goldi. Edhe mendoj Kushtetit të 100.000. Te 100.000 teston prapë. Ta hap me leverage. Max leverage tani, live. Duhet me patjetër. Dhe mund të bëj këtë, pastaj të ndërtoj strukturat. Tani këtë javë kemi në datën 19, mes jave këtu, kemi vendimet ekonomike që do merren. Kërë do vendoset të hanën, të martën më kurën, ose deri në fundi javës. Kjo është zona që vendoset tregu. Mendimi im. Nga do iki. Po më shumë kjo vendosje do bëhet tregu i aksioneve. Po që aksionet tregojnë që ka AI bubble, shkon direkt te 90-a dhe ka shumë potencial që mund të shkatërrohet komplet struktura. Shumë problem kjo pjesë. Dhe do ta kemi në menaxhim. Unë jam cash, e kam thënë disa herë, nuk kam tregtuar Bitcoinin.
pa ristrukturim, pa le të themi ecuri për lart, nuk do ta traktoj Bitcoinin dhe jam gati ta pres deri në fundin e rënjës që mund bëj dhe ristrukturimi. Këtu pash pak shenja të 100-shja dhe po fillonte që të më pëlqente, por nuk ka dhënë shenja që të bënte le të themi atë strukturën që unë kërkoja që të hyja këtu. Edhe kështu që unë e di që Cleo dhe çunat e tjerë kanë tregtuar short këtu Bitcoinin. Ka qenë short i mirë. Pak, të shortin e kam tregtuar me pak me thënë drejtën, pasi frika që do të gjej këto supportet e shpeshta dhe testim zonash prapë për long. Pak riski kjo pjesa e rrezikshme, pjesa e shortit. Po ka qenë ideale, do të thonë dhe sipas strategjisë që unë përdor, ka qenë perfekte. Po. Të një avori është problem i madh. Edhe ja ku keni arsyen pse, sepse kishte struktura që përmbante. Për mua ishte kjo zona 100 ishte zonë historike. Çmimi mesatar një vjeçar që është thë. Shenjë shumë negative, por edhe një moment që mund të bëhet manipulim, që fut bears tani, që të bëj lëvizjen për lart. Për mendimin tim, duke qenë që është dhe struktura këtu që kam diskutuar disa herë testimin të RSI-et të javori, probabiliteti është më i lartë që të shkojmë në një short pak më të thellë. Edhe kemi shumë kujdes. Unë po pres, do më pëlqej shumë longu që të bëhet në bazë konsolidimit, mund pres edhe 3 muaj të tjera, mund pres edhe 6 muaj, varet se si do na kapi animi. Duke qenë që nuk kam hyrë në momentin e dur që ishte 116 deri te 118 ishte zona që unë duhet kisha hyrë për short, te strategjia ime, e kam humbur rërën. Dhe duke qenë që nuk kam rërë të mirë, për strategjinë time nuk rrezikoj kot në swing. Mundohem që të rri jashtë tani dhe të tregtoj formimin e duhur për anën long. Mujori ka bërë punën e vet dhe mujori mund na çojë te kjo zona 89, ndoshta edhe deri te 85. Ka thyr strukturën këtu. Duhet të ristrukturohet. Pasi ti ikin 100.000, pastaj do iki atë. Po, mund bëj 100.000 testim, shkon te 89. Këtë ishte logjikshme. Ose pak më shumë se 100, mendoj unë. Edhe pastaj ti mund vendos. Po, në i lëvizje për të futur më shumë mbi 100-shën për long. Dhe kjo do jetë lëvizja. Tani një ide që ti mund ta kesh në rezervë Kleo është kjo që kur të shkoj të 100.000, se po supozojmë tani që do shkoj të 100.000, mund t'i fusësh short nga ajo zonë deri te zona 90. Kjo do jetë grupi i Forex-it që do hapet, po momentin po e kryejmë strukturat, po këto lloj ide do tregtojmë pak më afër shkurtër. Ethereum duket okay, struktura po mban pak më mirë për mendimin tim, nuk është aq ose po gjen supportin tek zona dhe po bën një bullish divergence këtu për mendimin tim. Mund të bëj le të themi një lëvizje për lart, do të një ulje tjetër finale, duke qenë RSI-ja në rritje. Kjo do jetë një bullish divergence dhe pastaj do shikoja këtë zonën e vizatova gabim. Këtë zonën e thyrës të kësaj vizës të rendit në rënje të RSI-ja. Thyrë zonës 38 për shembull, ose dhe më ulët, varet se ku do bëhet thyrja. Zonës 38 ose diku aty ishte perfekte për një anim për long, ose starti një animi për long. Dhe të pozicionuar, për që më vazhdon të mbaj këtë zonën, që është tani të 3.100. Ja ku e kam bërë dhe le të themi çfarë mendoja unë për strukturën, vend të bënte një higher low, ka bërë një double bottom për momentin.
që e ka sjell kështu. Këtë mund bëj. Ose shkon deri këtu, shitet prap, mund shitet edhe më thellë, ose shkon kështu, diçka e tillë. Po, për mendimin tim, duket se ku po bën double bottom, lëvizje të paktën deri këtu ose këtu, edhe pastaj do vendoset tregu. Këtu, ulje këtu. Tani, një gjë që do të ndaj me dëgjuesit që e kam ndarë vetëm me antarët e Discordit, ka qenë një datën 5 kam bërë vizatimet aty, kam ndarë dhe me screenshot, më duket mas disa ditësh në Telegram, është grafika e kësajt këtu, me Bitcoinin dhe me Ethereum, me skenari që unë i kam ndarë live në video me antarët e Discordit, dhe ja ku e keni. Çdo skenar që unë kisha, i thash dhe antarëve që çdo skenar, si për long, në datën 5, kur e bëm analizën, si për long, si për short, du të ribëj testimin te zona 106, që e bëri. Këtu vendosesh e tregu, bëri rezistencë të vizat trendit, dhe vazhdoj dhe bëri këtë skenarin për short vazhdimësi. Kjo short vazhdimësi ishte tregtimi që besoj ka kapur Kleo, që ishte diku te 104 deri te kjo zona e 94, që është short, ishte short perfekt për ta kapur. Mund bëj le të themi dhe një dallë për lart, që kam treguar këtu, që mund të jetë ritestimi i qinçes, dhe po hoqja vizatimet, ja ku e keni 100 që mund të ritestoj 103-shin, riteston 103-shin rezistencë, 89-ën, dhe ndërtoj struktura. Ja ku ke vizatimi që unë kam bërë që datën 5, me skenari që unë kam pasur në menjen time, që të formonte tregu. Por çdo gjë do varet te ky momenti këtu. Ishte e sigurt rritja, pastaj sa si do reagonte këtu ishte vendimtare për tregun. Dhe ja ku jemi. Po që zgjeroj këtë vizën e trendit, na çon te, kjo është çfarë mund të parashikoj unë tani, po që do bëhet një lëvizje për long, rikuperuese, serioze, mund të bëhet mbas thyrjes të kësaj vize trendit tu që ka gjetur rezistencë. Tani era 3. Ku është? Po bëj kopë, ja ku e ke? Hera 4. Edhe këtu rezistencë. Dhe këtu rezistencë. Dhe tani ndona duhet ta dim si do reagoj këtu në datën 21, që përshtatet me parashikimin tim në 19 nëntorit, që mund vendoset tani me tregut. Data 21-20 do testohet kjo zonë. Mendimi im duhet testu. Tani kuptohet që unë nuk jam 100% i sakt, nuk jam fallxor, por kjo është çfarë përshikoj unë tani. Testimi kësajt do na japi orientim serioz këtu tani. Se po u rezistui qinçja dhe u bërë rezistencë fort, atëherë jemi shkrim të sigurt e 89. Aty ne mund të trajtojmë shortin nga 100 te 89 që do ta bëjmë te grupi Forexit. Dhe mund të jetë lëvizje mirë, jo? Mund të jetë si mundësi, do ta studiojmë në ditën që do vihet, do bëhet gati, kuptohet. Kjo është para kohë që unë po jap parashikimet. Pastaj rindërtimi i Bitcoinit vin nga fundi i muajit, po i shkon te zona 89-90, nga fundi i muajit, fillimi i dhjetorit, që na sjellte baba gjyshi që mund ta sjellin në një dhuratë. Që e përmenda te Telegrami. Tani ndonjëherë bëj edhe shaka në Telegram, por i bëj të menduara, që mund të kemi tani një situatë rezistencë, mund të kemi një tjetër këtu. Pastaj një tjetër finale këtu në fund të muajit, thyet struktura këtu
dhe vazhdon për lart Bitcoini dhe gjithë tregu për më shumë. Këto parashikoj unë Kleo, ti më pate diçka për shtu këtu, më thuj, ndryshe pasaj Po, te Bitcoini, ajo rezistenca te zona 100-102.000 dhe pastaj do ishte më mirë lëvizja për short edhe të testonte zonën 90.000 dhe aty mund të shikonin pastaj për të për blerë. long ristrukturim, po. Sepse mendoj që me kaq rezistencën që ka bërë, 1, 2, 3, 4, po bëri 1 të 5 këtu dhe 1 të finale të 6, lodhe trendi për poshtë. Por dhe RSI-a, fuqia relative të një ditori, do lodhet. Njëkohësisht do rritet position traders të zona 90.000 do ta blenë. Edhe do ketë një rritje. Tani se sa do jetë rritja, do ta studiojmë me kujdes dhe ta tregtojmë televizën tjetër këtu. E vi që kjo deri këtu 9%. Kjo tjetër për lart nga 93-shi që mund ta tregtojmë mbas uljes finale, na çon deri te 12% të tjera. Pastaj shikojmë se çfarë do bëj tregu, për që do ristrukturohet, të shkojmë mbi 113, 120 dhe kështu me radhë. Këtë ishte, po këtu vendoset tani tregu. Këto 2 javë maksimale mendoj unë vendoset ose mbaron punëtori special i likuidimeve dhe vendoset pakanimi i tregut. Ethereum po një gjë kam bërë, nuk do të hyj në detaje, prandaj do të hyni te Discordi sepse do keni gjëra të tilla. Do bëj una live calls si e bëra të mërkurën, që unë zakonisht nuk bëj të mërkurën asnjëherë, bëj vetëm të dielën, live call me gjithë antarët. Nuk kam përjashtuar antarët e Novice Trader që janë me 15 pound në muaj, e kam futur grup me Apprentice Trader vetëm për këtë analizë, për t'i ndihmuar, për t'i orientuar me skenaret kryesore të kriptos dhe pastaj e kanë shpërnda dhe në video. Tani do mulojmë S&P 500, tregun e aksioneve në përgjithësi, indekset kryesore, Nasdaq, gjithashtu dhe ca të tjera. Prap të Discordi, çfarë kam darur me antarët e mi? Kjo ka qenë vetëm e rezervuar për Apprentice Trader që janë me pagesa më të mëdha, shikojnë çdo lëvizje me transparencë totale. Kur kam bërë analizën nga data, mendoj që nga fillimi i këtij muajit, data muajit të kaluar, nga data 10, 11, kam bërë një analizë që kam thënë që mendoj që do bëhet një distribution. Distribution është kush dalin institucionet mbasi valë serioze për lart që kemi pasur valën e prillit deri të shtatori. Distribution krijohet si struktura që është krijuar në nëntor deri te dhjetor vitin kaluar. Që ishte kështu, shikon? Me fallca për poshtë, por edhe me fallca për lart. Edhe kam vizatuar, çuditërisht ka dalur eksakt. Nuk është gjithmonë që më dalin vizatime kaq eksakt, por shikoje. Kështu për lart, për poshtë, lart, poshtë, shtrëngim, vendosje tregu, këtu do vendoset tregu dhe përputhet me 20, me këtë periudhën e 20 deri te 25 nëntori, deri fundi këtij muajit. Ka lejuar tani këto lëvizje kanë lejuar tregtarët dhe institucionet të dalin, të jepet likuiditet në çmimet e larta, që të dalin nga Nvidia. Kemi parë SoftBank që ka dalur nga pozicioni i Nvidias, nuk e di sa biliona ka shidhur aksione te kjo zona këtu. Ka dalur dhe institucionet e tjera. Gjithashtu unë personalisht njoh tregtar serioz që kanë 10 miliona në menaxhim, që kanë pasur dhe fonde me mënyrë profesionale që menaxhoshin, që më kanë kontaktuar mua dhe kanë thënë që kam dalë komplet nga tregu, më kanë njoftuar shoqëria ime. Që unë e di pak a shumë të sigurt që do bësh një farë distribution duke parë që shikoja shoqërinë time, institucionet njëkohësisht dhe strukturat e tregut që jepshin një farë distribution që po bëhet. Sidomos mbas një rritje të jashtëzakonshme që ka bërë tregu, ku kemi Palantirin 100% rritje, Nvidia 100% rritje nga prilli dhe kështu tjera, shumë të tjera. Dhe kjo po ndodh këtu. Tani duhet dim ose duhet ta shikojmë, a do mbaj këtu te kjo zona
dhe do bëj shtrëngim, një trekëndsh të tillë, dhe do thyet ky trekëndshi në fund të muajit që të vazhdoj për lart, ose do dalin lajmet e Nvidias dhe ngjarjet e tjera negative që bëjnë tregun të ulet pak më thellë dhe të na ofrojnë një mundësi discount, një mundësi ulje në çmimi të çdo aset, që pastaj të fillojmë një val tjetër si puna e prillit këtij vitit. Kjo do ishte më ideale për mua si swing trader, por gjithsesi edhe po që kemi këtë valën këtu që thym për lart, do kemi disa mundësi që na çojnë deri te 7000, 7200 deri në fundi i vitit. Është për të parë, po nga kjo botëm këtu te 6000 ca, që mund të vi 6300, një ulje prej 5 deri në 10% të tjera, do ishte perfekte për një rritje deri te 7000 me një val serioze që në dhjetori deri në aprilli, val shkurti i vitit tjetër, 3 muaj. Ishte më ideale kjo lëvizje. Nasdaq-u besoj pa një strukturë, por duke qenë që sektori teknologjik është shitur më agresiv, kemi pasur këtë ulje më thellë këtu në 2 ditë e fundit, 3 ditë e fundit të tregut, javën e kaluame. Russell, që është më i rrezikshëm si grup asetësh, ka pasur ulje më thellë dhe ka qenë në momentin që ka bërë këtë lëvizjen lart këtu te kjo zona vendimtare që unë kam përcaktuar me javë përpara. Këto janë shpërndarë te Discordi, gjithmonë do të rezervoj ca gjëra për antarë që le të themi vlerësojnë shërbimet e mia dhe hyjnë te Discordi. Dhe këto e kam bërë vetëm për ato, por i kam darë te mediat sociale duke dhënë analiza. Dhe ja ku jemi tani që ka bërë këtë dipi më të thellë. VIX-i pati një rritje të lartë, pastaj u shit, por vetëm fakti që ka shku te 22 tregon pasiguri të tregu. Dhe momentalisht çfarë po ndodh? Po blihet dipi. Në për këto zona që bën VIX-i këto rritje, po blihet dipi. Një strategji shumë e thjeshtë në S&P 500 është bli dipin. Se zakonisht blihet, ja. Keni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bëhet shitje madhe, bli dipin. Por, ka dhe dipet finale që të bën likuidimi final në treg që mund të humbasësh për shembull 30%. Vajzë si shikon, po bleve dipin këtu te Nvidia nuk e ke më upside si e ke këtu, te dipi para po dipi dytë. Ku ke pas një ulje të thellë. Unë si swing trader do tregtoja ndoshta kjo zonë këtu ose këtë zonë këtu po pati një shitje. Ke pasur dollari në rritje mbas një ulje. Dollari shtu këtu për lart edhe unë pata këtë zonë, shikon, unë mendova që do ishte pak më ngadalt ulja. Nuk mund të jemi perfekt në parashikime, po 80% që shikohesh kjo ulje këtu. Edhe ky vizatim ishte bërë nga data 7, 8, 6, ndarte Discordin, ndarte te kanali im personal në YouTube, që ndaj analiza çdo ditë, ulje, prisja, dhe testim të zonës që e ka bërë tani një farë testimi, dhe do të shikoj se si do hapet kjo javë. Shumë e rëndësishme kjo javë që a do ulet akoma dollari apo jo, dhe si do jetë lidhja dollar, bondi 10 vjeçar dhe pastaj asetet me rrezik. Dhe këtu mësijat e bondi 10 vjeçar, që është në rritje këtu, i pati një bounce. Po u rrit bondi 10 vjeçar, i bën që tregtarët dhe institucionet po hyn tani te asetet sigurta, ku marrin 4% të sigurt. Bondi 10 vjeçar të jep 4% të sigurt. 4% çdo vit të sigurt. Kështu që po ju shikon këtë në rritje, i bën që po hyn dhe kanë frikë që tregu do ketë rënje më të thellë, të paktën për një periudhë të konsiderueshme. Dhe ka kërkesë për bondet 10 vjeçare në këtë rast. Dhe kemi parë këtë bounce-in, rritje,
edhe do ta kemi në menaxhim ose në vëzhgim këtë si grafikun, po vjen një alert këtu që po thyu atë, do kemi shtyje më të thella për poshtë të tregu i aksioneve dhe në kripto. Unë mendoj që mund të vazhdoj një farë konsolidimi këtu edhe një ditë dy dhe pastaj të marrë vendimin në datën 19. Po lidhen çdo gjë perfekte. Floriri E diskutuam edhe Floririn pak. po, zona që unë shikoj ishte kjo zona këtu që do kishte një dip që ja tregova çunave. Floriri mund vazhdoj të konsolidimin. Më vëdim dhe ishte ndoshta më konsolidimi dhe ishte më shumë kështu për mendimin tim, kjo pastaj diçka e tillë ose në ndonjë vendim mund vi deri këtu që të bëjnë ndonjë testim tjetër pak më thellë dhe pastaj ndërtoj strukturat. Kjo është një gjë tjetër që po e studiojmë. Pastaj po thu këtë strukturën, këtë zonën këtu dhe këtu, RSI-ja do uret dhe do na çojë shumë e shitur këtu dhe ketë një trajtim serioz, ndoshta pak më thellë. Kjo është një për të parë me kujdes edhe të mund marrë ca vendime të grupi i Forexit në këtë aspektu. Që RSI apo që bën diçka të tillë, këtu ne do të hymë. Ndoshta edhe kjo zona 4000. 4000 që duket si mesatare që po mbahet. Po mundohen të konsolidojmë mera 4000-shes mes 4000-sër. Pra, plus 200 plus minus 200. Diçka e tillë. Por po u thy 4000-shja seriozisht dhe RSI-ja njëkohësisht në këtë zonë dhe këtë zonë 50 besoj që shkon për poshtë. Dhe unë aty paktën do ta kem në vëzhgim për vete. Për një short pak më të thellë. Dhe tek 3700. Tjetër, nafta që pati një rritje, pa mbuloj shpejt dhe pastaj ndet analiza fundit për sot. Ja ku e keni, unë kam darë analizat e mia te kanali im personal. Këto e ka qenë vizatime që unë kam bërë. Jemi në një farë faze konsolidimi nën kësaj vize trendi për poshtë, duhet okay. Do shikoja, do shak të thyrjen këtu, zonën 54-55, që të zhvillonte ndonjë lëvizje të tillë për lart. Varet, po që tregu shitet, tregu e aksioneve shitet, për shembull teknologjia, kjo do rritet. Edhe do kemi një rritje ndoshta deri te 66-ta. Edhe kjo mund të jetë një trajtim që mund ta bëjmë te grupi Forexit. Për 10%. Mund ta vëzhgojmë si ide. Kleo, ndonjë gjë tjetër për shtu këtu? Ta mbyllim me kaq? Mbyllim. Okej. Mesazh final për dëgjuesit? Ju bëjmë thirrje ose gjithë atyre që kanë dëshirë mësojnë rreth trading, rreth kriptove, stocks, forex, si funksionon tregu, të bëhen pjesë e Telegramit, aty pastaj do të marrin edhe informacionet nga shumë pjesëtar antar të grupit që diskutojnë aty rreth tregut, pyesen çdo ditë, edhe nga Henry, ide, analiza, gjëra dhe pastaj shërbimet e Discordit që ne ofrojmë që janë shumë të lira ose diçka simbolike. Edhe aty pastaj është diçka më e specializuar dhe ju bëjmë thirrje na ndiqni dhe në YouTube subscribe, më shikoni videot, edhe në kanalin personal të Henry do të gjeni analiza ditore të çdo ditë, por në gjuhën anglisht. Po. Për Discord do thoj që e kam bërë ashtu sepse shikoj që Telegrami u mbi ngarku me analiza e të tjerëve dhe humbisnin analizat e mia edhe për të larguar, për të le të themi përqendruar energjinë time diku ku ishin persona që kishin le të themi dëshirë që të shikoshin analizat e mia në detaje. Krijova grupin e Novi Steady që ofrova me 5 pound në muaj, që tani është 15. Edhe do vazhdoj të rritet si shërbim, prandaj po që hyni tani me 15 në muaj e keni shumë lirë,
ofrojmë këto analize si këto të Bitcoin që e kam darë aty me skenaret, bëj live call çdo të diel me çunat dhe me vajzat e Discordit, Novi State që është 15 pound në muaj, edhe do bëj dhe ca gjëra edukative aty falas, gratis, do shtohen aty për ju ndihmuar për ca gjëra elementare që të bëni tregtar më të aftë, edhe është një hap në drejtimin e duhur. Është ashtu që shta Kleo, diçka simbolike, diçka sa për të justifikuar le themi futjen dhe le themi kohën time. Edhe i gjë tjetër që do thosh, e kam bërë me pagesë sepse kemi edhe shumë mashtrues që hyn te këto grupe me falas dhe kemi parë shumë mashtrime që janë tentuar këto kohë të fundit. Ne nuk i shkruajmë asnjëherë të parit në TikTok, në Instagram, në media sociale tonat, nuk i shkruajmë asnjëherë. Vetëm për që na shkruani, do t'i kthejmë përgjigje. Në Telegram nuk i shkruajmë të parit asnjëherë, vetëm për që jeni kurioz, do të na për shërbime mund na shkruani ju. Gjithashtu në Discord, se tani patëm dhe një rast të fundit kur dikush me lokacion në Nigeri kishte hyrë te Discordi jo me pagesë, kishte paguar për shërbimin dhe unë e përjashtova, e hoqa, hyri dhe pastaj fillon që t'i kontaktoshin antarët me mashtrime me emrin tim në Discord. Kështu që keni kujdes dhe në Discord dhe në media sociale të gjithë që ne asnjëherë nuk i shkruajmë të parit, do të na shkruani ju, për që jeni interesuar për shërbimet tona. Shumë shpejt shërbimet do bëhen nëpërmjet një websajti që po ndërtohet, dhe çdo gjë do bëhet automatike me blerje dhe me link, me video, me gjëra të tjera që nuk do keni më këto dyshime që shërbimi është i joni. Atëherë po mbyll me kaq, shumë faleminderit gjithë që ndetët deri në fund dhe shihemi javës tjetër.